تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد. Të përmendim sot një prej lutjeve të bukura të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, lutje gjithëpërfshirëse me pak fjalë. Është kjo lutje që ka transmetuar Aisha radhiyallahu anha, e cila thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte: Allahumma inni a'udhu bika min al-kasali wal-haram wal-ma'thami wal-maghram wa min fitnati al-qabri wa 'adhabi al-qabr wa min fitnati an-nari wa 'adhabi an-nar wa min sharri fitnati al-ghina wa a'udhu bika min fitnati al-faqr wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. Kjo dua do të thotë: O Allah, kërkoj mbrojtje të ti ose strehohem të ti nga përtacia dhe nga pleqëria e lodhshme, strehohem të ti nga arritja, do të thonë grumbullimi i mëkateve dhe nga grumbullimi i borxheve. Strehohem të ti nga fitnja e varrit, sprova e varrit dhe nga dënimi i varrit, nga sprova e zjarrit dhe nga dënimi i zjarrit, dhe nga sprova e keqe e pasurisë, dhe kërkoj mbrojtje të ti nga sprova e varfërisë. Kërkoj mbrojtje të ti nga sprova e Mesihut Dajjal. Dhe Allahumme, pastaj është lutje: o Allah, më laj mua nga mëkatet me ujë, me borë dhe me breshër. Më pastro zemrën nga mëkatet siç e ke pastruar rrobën e bardhë nga papastërtitë, dhe më largo nga mëkatet siç e ke larguar lindjen nga perëndimi. Do të thënë, këto çështje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar mbrojtje tek Allahu, duke filluar me përtacinë, dhe përmendëm lidhje me përtacinë se është pengesë për arritjen e mirësive të dunjas dhe ahiretit. Dhe edhe përtacia dhe shkatësia janë prej caktimit të Allahut subhanahu wa taala dhe janë furnizim nga Allahu. Prandaj njeriu duhet ta kërkojë këtë furnizim, të kërkojë aftësi dhe shkatësi dhe zell për të bërë ato të mira. Dhe të kërkojë mbrojtje tek Allahu nga përtacia ose ngatësia, sepse ato janë pengesë, do të thonë, për në jetën e tij të dunjas dhe të ahiretit. Dhe haram, që do të thonë pleqëri me lodhje, do të thonë pleqëri që është pengesë për zhvillimin e jetës normale të njeriut, edhe përmendëm për këtë sqarim në vdje, do thotë. Dhe me them, do thotë prej grumbullimit të mëkateve, do thotë ajo që është shkak për të bërë mëkat. Do thonë, kërkoj mbrojtje nga çdo gjë që shkakton të bie në mëkat. Wal maghram, edhe prej thellimit në borxhe. Sepse borxhi është vështirësi për njeriu. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur njeriu thellohet në borxh, atëherë kur flet gënjen dhe kur premton nuk e realizon premtimin. Edhe kjo është prej rrugëve, do të thonë, që i shkaktojnë njeriu të bjerë në mëkate, edhe të largohet prej bindjes ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra që njeriu kur është në borxh gënjen edhe e thyen premtimin. Edhe kjo është prej cilësive të munafikëve, nuk është prej cilësive të besimtarit. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Ka thënë, mos e futni veten në frikë pasi jeni të sigurt. Edhe kanë thënë si o i dërguari i Allahut, ka thënë ad-dayn, do të thonë borxhi. Pra mos merrni borxh që ta futni veten në këtë situatë, edhe pastaj detyroheni për punë jo të mira. Kjo është, do të thënë, që njeriu nuk lejohet të marrë borxhe, si i thuhet, për luks, edhe gjithashtu për shtim të pasurisë. Përndryshe kur ka nevojë,
lejohet, edhe është prej veprave të mira edhe larja e borxhit. Edhe Allahu i ka lëvduar ata që japin borxh. Do të thonë edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam se edhe ajo është sadaka, do të thonë dhënia e borxhit, që do të thonë pra është punë e lejuar për atë që ka nevojë dhe që e ka ndërmend ta lajë borxhin sa më shpejt. Si ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, men akhadha amwala an-nas yuridu ada'aha adda Allahu anhu. Do të thonë kush i merr pasuritë e njerëzve dhe ka ndërmend t'i kthej, Allahu ja mundson që t'i kthej. Do të thonë Allahu është në ndihmën e tij që ta kthej borxhin. Wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Kurse kush do t'i marr pasuritë e njerëzve dhe t'i shkapërderdh ose t'i shkatroj, atëherë Allahu e shkatron. Dhe gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin kanat lahu niyyatun fi ada'i daynihi illa kana lahu min Allahi aun. Do të thënë çdo herë kur robi ka nijet që ta laj borxhin, do të thënë tamam në kohën e caktuar, në mënyrën e plot, atëherë Allahu është në ndihmën e tij. Dhe në hadithet tjera, do thotë qëllimi është se njeriu nuk duhet hyjë në borxhe të panevojshme, por borxhe për të kryer një obligim ose për të kryer një ibadet ose për t'i përmbushur nevojat e veta ose të familjes për ushqim. Pra ka marrë edhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka marrë borxh. Do thotë nuk është borxhi haram, por nuk duhet, do të thonë duhet njeriu të jetë shumë i ruajtur prej borxhit. Dhe kur e merr, do të thonë ta ketë qëllim që ta kthej ashtu si e kënaq Allahun subhanahu wa taala. Përndryshe, nëse thellohet në borxh, atëherë është në situatë të keqe. Për këtë shkak kërkojmë strehim te Allahu subhanahu wa taala. Te kjo dua, edhe gjithashtu në dua tjetër, ka thonë prej duave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë njëherë Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal, pastaj thot në fund wa min dala'i ad-dayni wa qahri ar-rijal. Edhe kërkojmë mbrojtje të tij nga lodhja e borxhit, do të thonë shtypja e borxhit dhe qahri ar-rijal, do të thonë që të mhipin mbi kokë njerëzit, do të thonë nga këto dy çështje. Pastaj ka thonë wa min fitnatil qabr wa 'adhabil qabr, do të thonë kërkojmë mbrojtje nga sprovat e varrit, që janë pyetjet e munkerit dhe nekirit, që njeriu mos devijojë në përgjigje në këtë moment, wa 'adhabil qabr, edhe kërkojmë mbrojtje nga dënimi i varrit, se nëse bie në fitnë, atëherë e pret dënimi. Dhe gjithashtu është prej lutjeve të njerëzve të mirë të kërkojnë mbrojtje nga dënimi i varrit. Gjithashtu ka thënë wa min fitnetin nar, nga sprova e xhehenemit. Cila është sprova në xhehenem? Do të thonë ka sprova të shumta që njeriu do ta shohë xhehenemin, edhe do të kalojë ka xhehenemi, edhe dikush edhe prej besimtarëve do të hyjë në xhehenem. Allahu na ruaj. Edhe ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Do të thonë çdo herë kur hidhet një grup ose hidhet një grup i njerëzve në xhehenem, u thon rojet e xhehenemit, a nuk ju kanë ardhur pejgamber, a nuk ju kanë ardhur, do të thonë njerëz që ju kanë përkujtuar. Dhe kjo është prej sprovave. Këto pyetjet edhe ose kalimi në urën e siratit e kështu me radhë, kërkojmë tek Allahu mbrojtje nga sprovat e xhehenemit dhe nga dënimi i xhehenemit, që është dënim të cilin nuk mund ta durojë askush. Edhe kjo është prej lutjeve të njerëzve të mirë, të cilët mendojnë për krijesat e Allahut, i analizojnë edhe thonë Rabbana ma khalaqta hadha batila. O Zoti ynë, nuk i ke krijuar këto kot, gjitha këto kot. Faqina subhanak, do të thonë i lartësuar dhe i pastër je ti. Faqina adhaban nar, do të thonë na ruaj prej dënimit të xhehenemit. Dhe ka thonë wa min sharri fitnatil ghina, dhe më ruaj prej sprovave të këqija të pasurisë. Do të thonë kur njeriu t'i shtohet pasuria dhe i mungon udhëzimi dhe dituria, atëherë pasuria për të është provë e rëndë. Do të thonë që i sjell mendjemadhësi, arrogancë, padrejtësi, edhe gjithashtu e bën koprac që nuk i kryen obligimet, të cilat
ja ka bërë Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj, njeriu kërkon mbrojtje tek Allahu nga këto sprova. Kurse kërkon ghina, do të thonë kërkon pasuri të zemrës tek Allahu. Dhe në këtë kuptim, për këtë dua folëm. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Do të thonë kërkon pasuri të zemrës, që të jetë zemra e tij e pasur dhe të jetë e kënaqur me atë që ka dhënë Allahu. Prandaj këtë dua gjithashtu strehohet tek Allahu nga sprova e varfërisë. Wa a'udhu bika min fitnatil faqr. Do të thonë kërkoj mbrojtje të tij nga sprova e varfërisë. Çka do thotë kjo? Do të thonë ka disa dietar kanë thënë që është për qëllim që mos jetë varfëria shkak që njeriu të bjerë në haram, se shumë shpesh varfëria është shkak që njeriu të harrojë halalin dhe haramin, edhe të bëjë ndoshta edhe krime, do të thonë të lloj-llojshme. Kjo është një aspekt. Ose aspekti më i plot është kërkojmë mbrojtje të tij nga varfëria e zemrës, që të cilën, si ka thënë Imam Ibn al-Qayyim, nuk e ngo pas një pasuri. Do të thonë nëse zemra është e varfër, atëherë pa marrë parasysh mund të jetë më i pasur i botës, por nuk është gjithmonë i duket vetja se nuk ka mjaftueshëm. Edhe kjo është fitne e rëndë, kur njeriu e ka zemrën të varfër. Wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal, dhe kërkoj mbrojtje të tij nga sprova e Mesihut të rrejshëm, Dajjalit. Kjo është çështje që duhet vazhdimisht njeriu të kërkojë mbrojtje te Allahu subhanahu wa ta'ala, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai është sharru muntadhar, do të thonë më i keqi që pritet, sprova më e rëndë që do t'i vijë njerëzimit, dhe për këtë shkak njeriu duhet të kërkojë shumë mbrojtje tek Allahu nga ato sprova. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka pasur në tokë fitne, që kur e ka krijuar Allahu Ademin alayhis salam, që kur i ka lënë në për tokë pasardhësit e Ademit alayhis salam, nuk ka pasur fitne më të madhe se fitnja e Dajjalit. Edhe çka është qëllimi i fitnes? Është se te Dajjali shfaqen disa çështje që e bën njeriu të devijojë. Do të thonë shfaqet se ai e ka dorë xhenetin dhe xhehenemin, edhe shfaqet se ai e sjell shiun ose thatësinë kështu me radhë, dhe kjo është sprovë e rëndë për shumë njerëz. Allahu na ruaj. Pastaj vazhdon me lutje, me kërkesë. Do të thonë këto ishin strehim, i'adha ose isti'adha, kurse në vazhdim janë kërkesa. Thot Allahumma ighsil anni khataayaya bima'i ath-thalji wal-barad. O Allah, mi laj gjunahet me ujin e borës dhe breshërit, ose me ujë dhe borë dhe breshër. Do thotë kjo është larje e thellë e gjunaheve. Mirë po, pse do të thënë me ujë të ftohtë, kur shumica e njerëzve mendojnë se uji i nxehtë lan më mirë, edhe e largon papastërtinë më mirë, edhe nga trupi, edhe nga rrobat, për shembull, edhe nga enët. Këtë pyetje, thot Imam Ibn al-Qayyim, ja ka parastruar Ibn Taymiyes, rahimahumullah. Çfarë shoqëri e bukur. Ka thënë Ibn Taymija se do thot gjunahet shkaktojnë një zjarr në zemrën e njerëzit. Edhe shkaktojnë, do të thonë, nxehtësi dhe dobësim të zemrës. Dhe për këtë shkak duhet të lahen me ujë të ftohtë. Do të thonë që të forcohet, siç forcohet trupi, nëse është, do të thonë, nëse qëndron për shembull trupi kohë gjatë, ndoshta disa e kanë provuar, nëse qëndron në ujë të nxehtë nëpër banja, lligja, do të ka nevojë të lahet me ujë të ftohtë, se përndryshe është shumë i dobësuar, edhe nuk është i kapur trupi mes veti. Në këtë mënyrë edhe zemra është e dobësuar edhe e rënë, do të thonë, nga gjunahet, edhe në të ka një val, do të thonë një flak, do të thonë, prej gjunave. Prandaj duhet të lahet me ujë që është pastrim, do të thonë që i largon papastërtitë, dhe me borë dhe breshër që është freski dhe përforcim për zemrën.
Dhe për këtë shkak, domethënë kërkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë mënyrë të pastrimit. Dhe ka thënë: "Wa naqi qalbi min al-khataya kama naqaita ath-thawb al-abyad min ad-danas." Dhe pastroma zemrën prej gjunaheve, siç e ke pastruar rrobën e bardhë nga papastërtitë. Është përmendur rroba e bardhë, pasi ajo, si thotë Ibn Taymija, është që më së miri pastrohet, që është ndryshe nga rrobat me ngjyra, që në ato patjetër mbetet diçka prej papastërtisë, edhe nuk mund të pastrohet, do thotë ka pengesa në të, që nuk mund të pastrohet tërësisht. Si pastrohet rroba e bardhë, atëherë në të nuk mbetet asgjë. Dhe kjo është kërkimi i faljes gjunaheve në atë mënyrë që të pastrohen tërësisht, edhe mos mbetet në të asnjë njoll. Edhe ka thënë: "Wa ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghrib", dhe largom mua prej mëkateve të mia, siç e ke larguar lindjen nga perëndimi. Domethënë në distancën më të largët, që domethënë të pastrohet krejtësisht prej gjunaheve dhe mos ketë pasoja dhe mos ketë domethënë mos ketë gjurmë edhe ndonjë pasojë prej këtyre mëkateve. Ose dikush prej dietarëve ka thënë, ka mundësi që këto 3 lutje janë për qëllim 3 kohra. Do thotë largimi është për qëllim për në të ardhmen. Largojmë prej gjunave sa mes lindjes dhe perëndimit, do të thënë të ardhmen, mos si afrohem gjunahet. Kurse pastrimi, do të thënë larja si rroba e bardhë, do thotë në këtë moment, do të thënë që mos asnjë njoll të gjunave, mos më mbetet pra që t'jem në kohën e tashme, pa gjunahe, mos bëj gjunahe, dhe pastrimi me ujë, me borë dhe me breshër, është për gjunahet e kaluara. Do të thënë këto në këtë lutje, pra kërkohet falje dhe pastrim prej gjunave të kaluara, mbrojtje dhe pastrim prej gjunave në këtë kohë dhe largim, do të thënë, prej gjunave në të ardhmen. Allahu na dhënë sukses për çdo të mirë dhe na përmirësoft gjendjen në tërësi dhe mos na lënd të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad.